Janë trupat qiellor më të vogël të zbuluar deri në moment që ne po flasim, mund të ketë edhe trupa të rinj qiellor që ne nuk i dim. Dallimi mes një meteore dhe asteroidi është në këtë formë. Meteorat kanë domethënë targetat dhe mënyrat e tyre që orbitojnë. Shumica e planetëve këta meteorë i detektojnë dhe i bëjnë një farë forme satelitë të tyre natyral. Për shembull planeti Saturn ka shumë domethënë kësi meteorë, të cilat i kanë edhe satelit, kurse asteroidi është një trup qiellor i lëviz në formë të çrregullt dhe nuk din ku të godas objektivin. Këta ndohen në dy forma, ndohet në format shkëmbore dhe në format metalike, është një lloj sikur tek meteorët. Asteroidi kur vjen më së në tokë, ai përballet me pjesën e atmosferës dhe shumica e tyre shkatërrohen direkt në atmosferë, pasi gazet e ndryshme dhe elementet kimike bëjnë shkrirjen e këtij trupi qiellor. Por mund kemi domethënë asteroidë që mund të jenë të mëdhenj, ne e dim fatin e dinozaurëve si ka qenë, dhe këta kur godasin krijojnë kratere të ndryshme. Për shembull, nisoj kemi në hën ne nga observatori kur i shohim për shembull disa lloje të vrimave, pyesin qytetarët se çka janë ato vrima, ato quhen krateret hënës, janë goditet e marra nga asteroidët dhe meteorët. Pas janë trupa qiellor që godasin në formë vazhdueshme, por ky është dallimi mes një asteroidi dhe një meteori. NASA ka teknologji tash, për shembull komisione shumë ndryshme. Sa aty desha dalën të imagjino sa shumë vrima gjigante ka në hën. Kemi parë të pamjet e freskëta që i kishim tani kur ishte Artemis. Po, me misionin Artemis. Po pyetja është si mbrohet toka prej, sepse kemi edhe shumë larg nga dielli, nga hëna. Fatmirësisht, graviteti i tokës i hënës na mbron nga ato. Disa për ty në dëpërtojnë, ato vazhdimisht dëpërtojnë në tokë disa meteorë, po atmosfera e tokës i shkrin. Mi po pezojmë që për shumë një asteroid dhe po vjen drejtim tokës, tash na ESA, European Space Agency, ka bo një testim me DART, një mision, ku e ka dërgu si një farë lloj sonde ose rovere, si një lloj rakete, si me spjegu në gjuhën shqipe, edhe ja ka ndru trajektorën pra të saj. Pra jemi të sigurt, Jemi të sigurt, që ka qenë një sukses shumë si mision. Masa ndej kemi dërgu edhe satelit si që është Bennu, ku kemi shku dhejtë një asteroid, i kemi marrë ato samples, ato grimcat, mostrën, edhe kemi këthym tokë. Ta shkencëtarët jënë të e po që qa ka në ato, shkencëtarët besojnë që jeta në tokë ka në përmjet ty në gërzve, me asteroidëve, kometave, që i kanë pru pra përbërësit kryesor për mu zhvillu jeta në tokë. Që i kanë po që janë ka përbërjet ndryshme kimike, edhe tuke përshirë dhe ato tujet, me këtë asteroidin Bennu, edhe ka pra tash misionet ndryshme NASA që është i zhvillu vazhdimisht, që me një të ardhme nëse to ka rizikohet për një asteroidi tillë, na mundemi me shkatru ose me janë ndru trajektorën. Fatmirësisht, komuniteti astronomëve vazhdimisht të bën hulumtime, kërkime me teleskop të avancu, zbulan asteroid ndryshëm, po disa prej tyne pra mundemi mësmi po, edhe zakonisht binë tokë, për shembull ka qenë një në Rusi, që ka ndodhë, ka qenë një meteor shumë i madhë, që ka lanë disa, i ka shkatru disa ndërtesa për rreth, kështu për shkak impaktit që ka posë, jo për shkak që ka godin dë një ndërtes, mirë po pikërisht dita ndërkombëtare asteroidëve është për me rritën ndërgjegjen qytetare për këta, për mu informu ma shumë për këto objekte qiellore. Na në observatorin në Prishtinës e kemi një ngjarje për orës 8, ku do të mbajmë ligjëratat, këtë Mendim Rugova, Sabit Gashi, disa astronom të huaj, cilë do të japim informacione, masa ndaj do të kemi një koktel rasti, kemi me pas disa dhurata, një quiz që kemi me organizu, edhe pas kësaj, në fund e kemi vëzhgimin me teleskop, të hënës, kemi me pa këto krateret, sigurisht për observatori Prishtinës nuk mundemi me pa këto asteroid, sepse preferohet një vend që s'ka ndoti dritave, edhe me teleskop që jenë më të avancu. Mi po zakonisht ato shien, pra është edhe një organizat që ne jemi pjesë e saj, që i marrëmi pjesë vullnetarisht për mi zbulu këta asteroid, edhe tarmen mundemi me propozu edhe na emrat tonë.